Në këto ditë të ftohta shijon pisfilia. Pisfili me spinaq dhe vezë do përgatisim ditën e sotme. 3 qep të njoma, pak vaj ulliri i ka urtisim. Më pas i shtojmë 1 kilogram me spinaq, e lëm për 5 minuta në zjarr me pak kripsa të pirë nga volumi, dhe më pas do t'i shtojmë salcën e përgatitur me 2 vezë, krip, piper të zi, pak vaj ulliri, 1 lugë miell, më pak se 1 gotë me qumësht dhe në fund fare në energjik. E bashkojmë bashkë me spinaqin, tashmë të rënë nga vëllimi, dhe lëm 2 minuta në zjarr, e kemi gati mbushjen. Në një tas shtuam 3 gota miell, pak krip, pak sodë buke dhe ujë të vakët. Masën e brumit të butë të përgatitur e vendosim në tavë, vendosim spinaqin, më pas pak miell misri, e pjekim për 20 minuta, më pas e lyejmë me kos, e pjekim edhe 20 minuta të tjera.